E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi tani sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të folur pak për Brikenën. Brikena Selmani, Miss Kosova, vajza që në fakt po trondit rjetin. Me deklaratat e saj, jam e virgjër, dua të jetoj me vjerën, nuk kam patur kur të dashur, në fakt kjo është një temë që po përflitet muaj të tërë, le ta themi. Nuk është se ka dalë ndonjë të thotë që unë jam i dashuri i Brikenës apo të nxjerrin mesazhe që Brikena ka ndarë me dikë, ndoshta është pak e babesueshme për shoqërinë shqiptare, por ja që rezulton që të jetë e vërtetë që Brikena nuk ka patur një të dashur dhe është e virgjër dhe dëshiron që të jeton me vjerën e saj. Brikena ka zënë një vend të rëndësishëm në Big Brother, VIP Albania 5, një vend të tepër do të them të veçantë. Ajo po bën lojën brenda kësaj shtëpie, domethënë ka marrë komplet vëmendjen, të gjithë banorët kanë mendjen te Briki, çfarë do thot Briki, çfarë lëvizje është bën Briki, është në qendër të vëmendjes dhe realisht duket që do të jetë një lojtare fort dhe duket që në fakt do të jetë një lojtare afatgjate brenda kësaj shtëpie, por siç duket raporti me Mirin, pasi që Armir Shahini i njohur si Miri, kur hyri brenda Miri Juset Family t'u treguaj çik si koklar, t'u treguaj çik si me vetbesim shumë të madh, domethënë dëshironte që të bën liderin e shtëpisë, dëshironte që të bën atë të fortin e shtëpisë. Siç duket kjo gjë e ka vrarë Brikenën dhe ja ka vënë në dukje, domethënë ja ka vënë ato sanksionet apo ato muret, sido që t'i themi, Mirit për të vazhduar lojën më tej të dy së bashku. Brikena Selmani dhe Miri ka nisur debatet e para në lidhje me miqësitë dhe armiqësitë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Gjatë diskutimit, Brikena i ka thënë Mirit se ata që do t'jenë armiq në shtëpi, pasi sjelljet e tij superiore e kanë irrituar atë. Domethënë Miri ka treguar një anë të tij, domethënë shumë koklart edhe një vetbesim shumë të plotë, gjë e cila siç duket krijon një lloj irritimi dhe një lloj urrejtje apo një lloj inati brenda shtëpisë së Big Brotherit, duke i thënë banorët se në fakt kush je ti që do të tregosh këtu të fortin, do bësh tu kapon apo ti je ai çuni që do marrësh vëmendjen e shtëpisë. Ndërkohë, Miri është munduar t'ja argumentoj se e ka gabim, pasi në shtëpi janë të gjithë të barabartë dhe nuk ka asnjë person superior. Sa kaq Miri ka thënë dhe Brikenës që të mos analizoj shumë, pasi mund t'i analizoj gabim dhe se nuk ka shumë kohë në fakt për të bërë analiza, sepse duhet të hynë brenda në lojë, nga që 4 muaj ikin hapen mbyllësit. Ndërsa Brikena i është kthyer duke i thënë se ka kohë, duke i kujtuar atij se Big Brother sa po ka nisur. Ndërsa Miri i thot më ke bërë armik, Brikena i thot nuk besoj se do të bëhemi miq, besoj se do të bëhemi armiq. Domethënë tani nga kjo biseda mund të kuptojmë që kemi ndarjen e dy poleve brenda shtëpisë së Big Brotherit, që domethënë Brikena dëshiron ta merr lideren e polit të njërës anë, ndërsa Miri dëshiron ta merr liderin e polit anës tjetër dhe jo më kot u pozicionuan të dy përballë njëri tjetrit në divan. Unë mendoj që në momentin e parë, që në natën e parë, Brikena ja shpalli luftën Mirit, por njëkohësisht edhe Miri ja shpalli luftën Brikenës. Miri thotë ke pozicionuar veten kot. I thot kot e ke. Ndërsa Brikena i thot disa sjellje të tua superiore më kanë irrituar. Miri thotë ke marrë shumë gabim këtë gjë. Brikena thot shpresoj që ta ke marrë gabim. Më pas Miri vazhdon thot ta garantoj unë, asnjëri nuk është superior. Këtu jemi të barabartë, dikush flet më shumë e dikush më pak. Nuk jemi të gjithë njësoj. Ti që flet më pak je inferiore. Brikena thot unë jam njëri që flas shumë, por më pëlqen që ti të analizosh gjërat para se të flasësh. Miri i thot mos i analizo shumë se nuk ke kohë, se i analizon i thot gabim gjërat. Ndërsa Brikena thot kam kohën, kam 2-3 muaj kohë, mos e ke problem, kohë kemi sa të duas, pas 3 muajsh nuk do të analizosh më se ke mbaruar. Thot Miri në një farë mënyrë ja tha Brikenës që ti do dalësh nga shtëpia. A mendoni që mes Brikenës edhe Mirit të shkrijuar një luftë dhe kjo lufta do të jetë tashmë e vazhdueshme?